Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të nderuar vëllezër dhe motra, në ajetin e 56 të surës Ahzab, Allah xhaleshanu thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allah xhaleshanu lutet dhe I dërgon salavat dhe selam Muhamedit alayhis salam, sikur edhe me lajket e tij I dërgojnë salavat dhe selam Muhamedit alayhis salam. Andaj, oj që keni besuar, dërgoni shumë salavat dhe selame Muhamedit alayhis salam. Salati që ja dërgon Zoti Muhamedit alayhis salam padyshim që dallon nga salati që ja dërgojnë me lajket e tij. Salati I Zotit Madhreshëm është mirësi, është bekim, është gradim, është lartësim, ndërsa salati që ja dërgojnë me lajket e tij është lutje për Muhamedit alayhis salam. Padyshim edhe Allah xhaleshanu I urdhëron besimtarët që të dërgojnë salavate edhe shumë selame Muhamedit alayhis salatu wassalam. Të dashur vëllezër dhe motra, ky ajet ka zbrit në muajin Shaban, një muaj ditë para muajit Ramazanit, në vitin e 2 të Hijri. Andaj sot jena në ditën e Xumon, në muajin Shaban, në Xumon e parë të këtij muaji, edhe jemi në xhamin e Muhamedit alayhis salatu wassalam në Medinën e ndritshme. Andaj I dërgojmë shumë salavat dhe shumë selame Muhamedit alayhis salam.